Ariu dhe Bleta. Të gjithë e din që Arit e duan mjaltin. Një ditë Ariu shikon në dollapin e tij, por nuk mund të gjej mjaltin. "O jo mjalti", thot ai. Kështu ai shkon në pyll për të gjetur mjalt. Ai sheh një koshere Bletës në një pemë dhe nuhat mjaltin. Mjalt! E fut putrën në koshere dhe zzz, një blet fluturon jashtë. "Hej, Ari, largohu", thot Bleta. "Ky nuk është mjalti juaj." Ariu mërzitet. "Unë jam më i madh se ju", thot ai. "Dhe edhe jam më i fortë se ju. Unë mund të bëj atë që dua. Tani ikni." Ariu e fut përsëri putrën e tij në zgjua dhe zzz, ting, Bleta e thumbon pikërisht në hund. Hunda ime, jam shumë i natosur", rëmkon Ariu. Ai gjen një shkop të madh dhe përpiqet të godas Bletën. Ai lëkundet dhe shkundet, por Bleta është shumë e shpejtë. Ariu zemëroi gjithnjë e më shumë. "Unë do ta çaj kosheren, ja këtu." Bleta fluturon përsëri në koshere. "Tani je në kurth", bërtet Ariu. Ai godet shkopin e tij te kosherja. Thyej, e bën cop e çik. Kosherja e thyer e Bletëve, pastaj dëgjon një zë të çuditshëm, bëhet gjithnjë e më shumë. Zzz, zzz, zzz. Mira blet fluturojnë nga kosherja e thyer. Ata fluturojnë rreth kokës së Ariut. Zzz, e thumbojnë në vesh, e thumbojnë në bryl. Ato ndjekin Ariun në përpyll, ato e thumbojnë në krah, në këmbë, në duar dhe veçanërisht në hund. Ariu vrapon gjatë gjithë rrugës për në shtëpi dhe mbyll derën. Bam! Pastaj dëgjoj një zë pas tij. Është zonja e Ariut. "E bëre përsëri apo jo?" thot ajo. "Ke humbur durimin?" "Po", thot ai, ndërsa qan dhe numëron pickimet e Bletës. "Këtu është ilaçi për pickimin e Bletëve", thot gruaja e Ariut. "Gjithashtu, ne kemi mjalt në dollap. Është pas miellit."